qojnë gratë me mjes tani dhe përfundimisht flia përfundoi në orën 3. Dhe unë nuk hongra asi gjo të prit flinë se ajo ishte shumë speciale se e boshim dhe në Kosovë, si Stamani. Dhe sidomos flija nga zona asaj që ishim letë gjithë ato gratë mrekullueshme aty, njëna një zjarë, njëna fry, njëna hapeta, njëna piq. Përfundimisht kur merrja pjesa flisë e ha unë kështu, s'kishte gjo mrena. Thash okej, më ka qellu cepi. E fuz dhe i qap, e kthej kështu, e fuz dhe i qap, prap buk me buk ishte. E hapa si gjo, qau buk. E bukur. Edhe unë kur e një do nga këto nuk pra deri të mesëm me mendje për një tjetër. Nga këto dy. Po shiko, mos harroj diçka. Kanë qenë ushqime që beheshin për njerëz që ecnin nëpër male, nëpër të ftohtë, jo, nuk janë si puna jonë që na rritet me herë kolesteroli. Jo, ça unë kam përshtypjen është pikërisht ajo prap I mbetem ides me gjithse këta studiusit që dalën nëpër studio që gjejnë këto rronjët e shqipes duhet ta gjejnë dhe këto unë kam përshtypjen se është ushqim për të seleksionuar brezat. Brezat e fortë vazhdojnë kush reziston flis e meriton. Edhe një farë sepse tani kjo është në jug duket I thon petanik. Është pra e kanë pas njëjtën gjë këtu. Kush është burri dobët? Kush është burri dobët tak e zete buka. Po, të zë buka. Pse buka të Mustafare? Nesër. Teatri. Tjetër